14 prilli shënon 105 vjetorin e lindjes së aktorit të madh shqiptar, artistit të popullit Pandi Raidhi. Rolet e tij në yjet e netëve të gjata, Përballimi, Krevati Perandorit, Zonja nga qyteti, Beni e Cëmbet e të tjerë, mbeten të paharrueshëm. Pandi Raidhi lindi më 14 prill të vitit 1921 në qytetin e Korçës, ndërsa nisi karrierën e tij artistike në vitin 1937 në shfaqjen teatrale Dasma Korçare, ku fitoi menjëherë simpatinë e publikut korçar. Mori pjesë në luftët nacional çlirimtare në radhët e rinisë antifashiste. Në vitin 1948, pas mbarimit të shkollës së mesme, u fut në punë në Teatrin Popullor, sot Teatri Kombëtar. Në vitin 1950 u kthye në Teatrin Andon Zako Çajupi të Korçës, ku do të interpretonte me 10 role. Raidhi ishte nga aktorët themelues të estradës profesioniste të Korçës, me shfaqjen Agimi, gjithashtu aktor themelues i Teatrit Andon Zako Çajupi në vitin 1951. Debutimin kinematografik e bëri në filmin e parë shqiptar Tana në vitin 1958. Mëtej interpretoi në 36 role të tjera të filmave shqiptar. Roli timi i fundit ishte ai i babait të sekretarit në filmin Njerëz në rrym në vitin 1989. Në një karrierë artistike gjysmë shekullore, Raidhi ka interpretuar më shumë se 200 role në dramë, komedi dhe opereta. Ai u kthye shumë shpejt në një figurë të dashur dhe shumë popullore për të gjithë shqiptarët. Ai kujtohet me respekt për thjeshtësinë, buzëqeshjen e ëmbël dhe humorin e tij të holl, karakterizohej nga serioziteti i madh për punën. U nda nga jeta në Tiranë më 18 korrik të vitit 1999. Për meritat e tij artistike, Pandi Raidhi u nderua në vitin 1975 me titullin e lartë Artisti i Popullit.